rast vlerave shkencore i paraqet një bashkim i një grupi studiusish, cilët vinë nga drejtime të ndryshme, kryesisht nga në këtë rast Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave i Universitetit Politeknik edhe nga Akademia e Shkencave. Programi do shkurtohet në faktin që një pjesë e njerëzve të Institutit Arkeologjisë janë për dy arsye krejt ndryshme, një sepse një grup i vogël është në Bologna sot, edhe pjesë tjetër se ka dalë alergjia që kanë ndaj Akademisë Shkencave. Edhe nuk marrin pjesë në aktivitetet tona, janë gati, ju po vetëm shikoni aparatin që keni aty, është një dron që është e kemi përdorur në këtë rast edhe në kartografin që bëm në Lubonj, edhe që është gjendet në Shqipëri edhe për së shpejti, ky aparat që bën këto kartografin lidar, fjala e fundit, do jetë edhe në posedim të bashkëpunimit midis Akademisë Shkencave dhe Fakultetit të Gjeologjisë Minierave. Kemi filluar projektin, kemi këtu edhe përfaqësuesin e pushtetit vendor nga Lezhë, kemi pas këtij projekti fituam dhe projektin tjetër i cili ka të bëjë me kartografin edhe geofizikën e qytetit antik Lezhë në bashkëpunim me pushtetin vendor, me Bashkinë e Lezhës. Pra, jemi në dy shpejtësi ndryshme. Një grup i cili mendon që këtë mund ta bëjnë vetëm të huajt, ky është ai grupi që mungon sot. Kanë qenë Apolloni me një 10 veta me një aparat që është si ky që është sjell nga Franca, që kanë punuar atje një muaj tërë, edhe kur gjithë rezervat i kemi. S'mungon asgjë, Shqipëri përveç dashurisë për të vend. Kaq duhet. Të duash këtë vend është e mjaftueshme. Tani unë po pas kësaj dua të bëj edhe një herë të falenderojmë duke bërë një historik të kësaj iniciative, të falenderojnë në mënyrë të veçantë Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, Mondin Radhpar, që ka qenë fryma, shpirti i kësaj iniciative, që kemi filluar në vitin 2021 me një projekt i cili kishte për objekt Bylisin, kryesisht me geofizikën, po edhe me kartografin, edhe me Jeton Pekmezin, me Altin Karriqin, edhe ku patëm një rezultat shumë të mirë. Ndoshta edhe nga pikpamja e geofizikës është rasti i dytë në cilën geofizika na jep mundësi të zbulojmë direkt monumentin. Rastin e parë kemi pas në vitin 1980, me zbulimin e murit prehistorik të Margëllishit, ndryshe s'do kishim gjetë, me Alfred Frashën, që sot nuk është më, antar i kësaj akademie, një përpjekje e parë për të futur teknologjitë moderne në arkeologji, duke sikur ishte diçka që nuk përputheshin, po ja që ndodhi, edhe me zbulimin në Bylis të tempullit të Augustit, u bë e mundur për shkak të këtij bashkëpunime dhënat që na dha kërkimi gjeofizik. Na dy kemi sot një hartë, një kartografi 3D të Bylisit, është një nga modelet e rralla që kemi, krahas Lubonjës, këto janë 2 modelet e para, dhe jemi në përgatitje tash edhe për Lezhën. Atëherë kalojmë në prezantimin e përgjithshëm kë kemi. A janë dhe përshëndetjet. Më falni për përshëndetjet, është doktor Ariol Lule, zëvendës dekan për kërkimet shkencore i Fakultetit Gjeologjisë dhe Minierave. Mu dukin çik si emër se jam mësuar me Ariola, pra. Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi për Fakultetin e Gjeologjisë Minierave që ju jeni të gjithë bashkë për të konkluduar në një punë tashmë të kryer, me shumë sukses nga ana e fakultetit dhe veçanërisht nga ana e pedagogëve që kanë marrë pjesë dhe kanë qenë iniciator të zhvillimit dhe të përfundimit të këtij projekti.
Projekti artografimi dhe dokumentimi zonave arkeologjike duke përdorur teknologjitë e avancuara GIS, dron, lidar dhe lazer skanës është në kuadrin e një sër projektesh që Fakulteti Gjeologji Minierave zhvillon në të gjitha departamentet e tija. Më thënë, ky është një projekt i cili duke shfrytzuar vetë veçantin që ka fakulteti, ka dalë jashtë kornizave tradicionale që fakulteti ndjek. Neve dhe pedagogët e këtij fakulteti duke shfrytzuar teknologjitë, kapacitetet e tyre, trajnimet dhe specializimet në fusha të përcaktuara dhe të veçanta kanë arritur të gjenerojnë projekte të këtij niveli. Dhe edhe ky projekt shpreh më së miri këtë që sapo thash. Dhe duke theksuar dhe faktin që këto projekte, aq më tepër ky projekti i Departamentit të Burimeve Minerare del nga fokusi i minierave, duke ardhur në ndihmë të gjithë komponenteve të tjerë dhe duke prur një risi në zhvillimin e këtyre projekteve, por dhe në zonat në të cilën ato zhvillohen. Veçantia e projektit është që jo vetëm janë përdorur teknologjitë e reja, po këto janë ndërthurur dhe janë bashkëpunimi ka qenë jashtëzakonisht thelbësor me të gjithë partnerët, jo vetëm lokal, por edhe qendror, duke nisur që nga Akademia e Shkencave, institutet e trashëgimisë kulturore, bashkitë, dhe vetë njësinë e qeverisjes ku është kryer në Lubonj, ku është kryer edhe studimi. Fakti tjetër i rëndësishëm që dua të theksoj është edhe përveç bashkëpunimit me institucionet qeveritare dhe lokale, është edhe përfshirja në projekte studentëve. Dhe nga punimet e mira që janë kryer, janë prezantuar 3 diploma ku studentët kanë qenë aktiv dhe kanë parë me sytë e tyre, kanë prekur me dorë që tashmë fusha e gjeologjisë dhe e minierave nuk shtrihet vetëm në kërkimin dhe zbulimin e pasurive dhe burimeve natyrore të vendit tonë, por është një faktor kyç dhe kryesor në mbështetjen e fushave të tjera, siç është rasti konkret i arkeologjisë. Vetë specifika e projektit dhe ato çfarë na kanë treguar dhe do të na prezantojnë kolegët, do të shikojmë që këto pajisje që tashmë vjen në dispozicion të gjithë komunitetit, ulin kostot e projektit, japin një ndihmës në kërkimin dhe zbulimin sa më të shpejtë të gjithë trashëgimisë kulturore të vendit tonë, duke kthyer këto projekte jo vetëm në projekte studimore shkencore, por dhe në projekte atraktive për banorët, në projekte atraktive për turizëm, duke iniciuar kështu edhe mundësi të reja për zhvillimin e turizmit dhe duke hapur dhe sajte të reja për promovimin e turizmit në të gjithë Shqipërinë. Theksojmë se në këtë zonë nuk ka pasur kërkime të tilla shkencore dhe ky projekt është ajo dallandyshja e parë që në këtë zonë që njihet prekorisht si zonë me trashëgimi kulturore të gjejmë edhe vendbanime apo elemente të tjera të kësaj trashëgimie kulturore. Nuk dua ta zgjas shumë, por ajo çka kemi konstatuar është që të gjitha objektivat edhe qëllimi që është vendosur janë nëpërmjet projektit janë realizuar me sukses dhe ne si fakultet jemi krenar për jo vetëm për këtë projekt, por gjithë projektet që zhvillohen, jemi krenar për pedagogët tanë, të cilët tregojnë vazhdimisht që janë edhe në pararoj duke mos ngelur mbrapa për teknologjitë të cilat tashmë janë të zhvilluar shumë. Kështu që në emër të fakultetit përshëndesim të gjithë pjesëmarrësit duke falenderuar të gjithë stafin e projektit dhe duke mbështetur në projekte të ardhme që nuk e vëmë fare në dyshim që do jenë akoma edhe më të mira dhe duke i thënë që do të gjejnë mbështetjen e gjithë fakultetit për sa i përket aplikimeve në projekte edhe më të mëdha për të qenë konkurrent jo vetëm në brenda UPT-s, por dhe me partnerët tanë ndërkombëtar. Ju uroj konferencë suksese dhe punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit doktor Arioli, edhe duke vazhduar këtë linjë të bashkëpunimit të fakultetit, jap fjalën profesor
të asociuar doktor Edmond Hoxha për të prezantuar projektin e Lubonja, kartografia, arkeologjia, ambient. Përshëndetje, mirëmëngjes gjithëse, mirë se keni ardhur. Ju falenderoj që jeni këtu sot në këtë aktivitet përfundimtar të projektit kartografimi dhe dokumentimi i zonave arkeologjike duke përdorur teknologjinë e avancuar, financuar nga Agjencia e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, me lider të projektit Fakultetin e Gjeologjisë dhe partnerët kryesor që janë Akademia e Shkencave, Drejtoria Aeronale e Trashëgimisë Kulturore Korç, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Muzeu Kombëtar i Artit Mesetar, Alt Matrix dhe komuniteti lokal. Unë do për një përfshim të shkurtër, jo shumë të gjatë, të gjërave kryesore të projektit, dhe ideja është për të thënë se çfarë dinim para projektit dhe çfarë është realizuar gjatë projektit. Pyetjeve kryesore do të jepet përgjigje nga prezantimet e ekspertëve në veçanti. Atëherë ky projekt i dedikohet mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe natyrore në Lubonjë. Zona e studimit të këtij projekti është fshati Lubonjë Korç. Është një fshat me histori të hershme që vërtetohet nga prania e shumë rënojave dhe objekteve të kultit që ndodhen atje. Objektet kryesore ekzistuese që ishin subjekt i projektit ishin Kalaja e Lubonjës, Kisha Fjetja e Shërmërisë, Lisa dhe Liçeni Natyral dhe vendbanimet e tjera të hershme. Tu kemi një hartë të përgjithshme të pozicionit të Lubonjës, besoj që të gjithë e dim, është në juglinjën e Shqipërisë, në qarkun e Korçës, kufizohet nga një sër fshatrash që edhe ata kanë një histori të përbashkët në Lubonjë, që janë Vitkuqi, Rehova, Roshanjë, Boshanjë, Selenic, Panarit e tjera. Kush ishte qëllimi i projektit? Qëllimi i këtij projektit ishte kartografimi dhe modelimi 3D i zonave historike me qëllim vlerësimin dhe ofrimin një pamje më të qartë për arkeologët dhe ekspertë e monumentet natyrore të gjendjes dhe perspektivës së zhvillimit. Ishin 3 objektiva të përgjithshme. E para ishte të ndikojë në përmirësimin e jetës së komunitetit, duke promovuar trashëgimin kulturor dhe vlerat natyrore dhe kështu duke nxjerrë turizmin. Objektivi i dytë ishte zbulimi dhe artografimi i zonave me potencial arkeologjik dhe zonave të monumenteve natyrore. Dhe objektivi i tretë ishte të ndërtojë një bashkëpunim shkencor midis universitetit, komunitetit, biznesit dhe autoriteteve lokale. 7 rezultate ishin të pritshëm: ndërtimi i artës së plot trashëgimisë kulturore, ndërtimi i artës arkeologjike të zonës Lubonjës, ndërtimi i një faqe webgjis për qëllime turistike, evidentimi i gjendjes së pikturës murale dhe ikonografisë në kishën e Lubonjës, studimi i lisave shekullore dhe liçenit natyrale të fshatit Lubonjë, ndërtimi i faqe webgjis për qëllime turistike për promovimin e turizmit në fshatin e Lubonjës, përfshirja e studentëve të gjeomatikës dhe arkeologjisë në punime konkrete dhe në fund objektivi i fundit ishte publikimi të dhënave shkencore. Metodologjia që u ndor gjatë realizimit të projektit është ajo e bashkëpunimit me institucionet e trashëgimisë kulturore, universitetin dhe partnerët lokal. Puna organizuar në grupe pune dhe u nda në 3 faza. Faza e parë ishte realizimi i punëve në terren, investigimi, fotografimi, matje e tjera. Faza e dytë ka të bëjë me përpunimin e të dhënave dhe ndërtimin e artave dhe modelimet e drë, dhe faza e tretë është hartimi i raportit final. Rezultatet e pritshme ishin pak a shumë një lloj me objektivat, kështu që nuk po i përmend një nga një, janë zbërthimi i objektivave. Zonat me potencial arkeologjik në Lubonjë. Lubonja ka 11 zona me potencial arkeologjik, që janë: e para është Lubonja vendbanimi aktual, e dyta është Kuqeshi, Malla e Sipërme, Breza, Guri Shqipës, Stërmolli, Robasi, Kalaja e Lubonjës, Malezi, Fusha e Lubonjës dhe zona e Minjerës, që është një zonë industriale
por që ka dhe të dhëna arkeologjike. Është shkurt fare për vendbanimin aktual të Lubonjës. Çfarë dinim para projektit? Dinim që kishim kishën me një pikturë murale, kishim Fjeta e Shën Maris, Shën Gjergji, Shën Thanasi dhe kishim informacion për gjetje qeramikësh. Çfarë synonte projekti? Synonte modelimin 3D me laser skaner të kishës Fjeta e Shën Maris, ndërtimin e planimetrive të kisha, saktësimin nëse është e mundur për vende ku ishin gjetur qeramiket. Ne kishim gojdhëna, por nuk i dinim se ku ishin gjetur. Zona e dytë që është Kuqeshi, informacioni që dinim para projektit ishte ekzistenca e kishës Shën e Premte, Shën e Mitër dhe Kurimath, kishim qeramika, kishim të dhëna për gjurmë varesh dhe rënoja vendbanimesh. Projekti synonte hartën e plot të zonës, planimetrinë e kishës Shën e Premte, kontroll vizual për gjetje qeramikësh, kontroll për gjurmët e varreve, kontroll i rënojave, kontroll i gjurmëve të themelit të ish manastirit dhe kontroll për gjurmë të një sjellje të vjetër që kalonte në këtë zonë. Zona e tretë është mallja e sipërme. Para projektit dinim që kishim rënojat e kishës Shën Marinë, kishim rënoja, kishim qeramika, kishim edhe gjurmë varesh. Projekti synonte identifikimin e rënojave, një modelim 3D, kontroll për gjetje të reja e qeramikësh, kontroll i rënojave dhe kontroll i zonës së kishës. Zona e 4 breza, informacioni i parë që kishim më tepër nga gojdhënat kishte të bënte me një betejë të zhvilluar në këtë zonë. Ndodhet në rrugët që shkojnë për në Kala, ndodhet përpara fortesës të Guri Shqipes dhe ka një liçen artificial. Çfarë synonte projekti? Synonte ndërtimin e hartës zonës dhe kontroll për gjetje arkeologjike. Zona e 5, që është Guri Shqipes, përpara projektit kishim të dhëna që aty mund të ketë qenë fortesë dhe ekzistoni rënoja. Ndodhet sipër brezës, ku është zhvilluar betejë në fjalë, mendohet që ka qenë pikë mbrojtimi, dhe ka fushpamje të plot me brezën, kolonjën, Kuqeshin, Stërmollën dhe Malnezi. Projekti synonte ndërtonte hartën e zonës dhe të bënte një kontroll vizual për gjetje arkeologjike. Zona e 6 është Stërmolli, është mali sipër Lubonjës, dhe këtu kishim të dhëna për rënoja, është me pamje të plot nga Guri Shqipes, Malnezi, Rungaj, Vjetkuq, shikon edhe fushën e kolonjë, plajnë e kolojës. Projekti synonte të verifikoheshin rënojat, të lokalizoheshin dhe të bëheshin kontroll për gjetje të reja arkeologjike. Zona e 7, Robasi, mendohet që është vendbanimi më i vjetër i zonës në Lubonjë. Profesor Skënder Aliu kishte të dhëna dhe kishte gjetur gjetje arkeologjike në këtë zonë. Mendohet që aty ka qenë dhe një kishë. Projekti synonte që të bëhesh një rikontroll për gjetje për qeramikash, të kontrolloheshin rënojat dhe të bëhesh një kontroll për zonë nëse mund të gjendesh ku ka qenë kjo kishë. Kalaja e Lubonjës, që është objekti më interesant, kishim të dhëna fillestare vetëm nëpërmjet disa botime, por nuk ishte asnjë lloj kërkimi arkeologjiku fillestar. Nga anë botime kemi pasur 5 botime, një nga profesor Karaiskaj, i dyti Petrik Alera, i treti nga një shkrimtar dhe studius Muharrem Xhaxho, i katërt nga profesor Skënder Aliu dhe i fundit që ka qenë në një, po i quhet mini ekspedit para 2 vitesh, me profesor Cekën, Skënder Aliun dhe me pjesëmarrjen time. Çfarë synonte projekti? E para, saktësimi i planimetrisë të Kalas, modelimi 3D i Kalas, fotografimi dhe rilevim me dron, vrojtim i thelluar dhe testime arkeologjike, kontrolli rënojave të vendbanimeve, kontrolli zonës sigurores së supozuar, kontrolli zonës përreth Kalas, kontroll për gjetje të reja arkeologjike. Profesor Skënder Aliu dikur ka parë një trakt rrugë aty, që ne do përpiqeshim që ta rilevonim, por do flasim më vonë. Dhe
E fundit kontroll për të parë një lidhje të mundshme midis kalas dhe liçenit akullnajor që ndodhet sipër kalas. Zona e 7 Malizi ndodhet në kuotën 1703 metra, është sipër gjithë zonës. Kemi pas gojë dhëna për ekzistencën e një kishe ose një fortese në majt Malizi, si dhe themele banesash dhe bloqe preguri. Projekti synonte që të bënte një rilevim topografik të zonës, të kontrollonte themelet e rënojave, të bënte kontroll për gjetje qeramikash, si dhe të bënte kontroll të zonës ku mund të ekzistonte kisha. Fusha e Lubonjës është me të dhënat e para kemi gjetur qeramika nga punimet byjësore nga fshatarët. Aty kalon një rrugë e vjetër historike e karvaneve, dhe së fundi në fushë ndodhet një kishë që ne quajmë kisha Fuqin, për shkak sepse ajo ndodhet në fushë dhe nga fjala fuçe, fushë që e përdorim në zonën tonë, e kemi quajtur kisha Fuqin. Projekti synonte vrojtim dhe testim arkeologjik në kishën Fuqin dhe krijimin e artës zonës. Në total Lubonja ka pasur 11 objekte kulti, siç paraqiten dhe në figurë, në foto që fillojnë që nga kisha Fira e Shën Maris, kisha Kamen, Shën e Premte, Shën Mitri, Shën Gjergji, Shën Thanasi, Shën Marina, kisha Fuqin, mendohet që edhe në Malzi ka pasur një kishë, e të tjera. Kisha Fira e Shën Maris, e themeluar në vitin 2015, çfarë dinin paraprakisht për të kishë? Dinin që ka një pikturë murale të dy fisht. Pjesa e parë mendohet që është pikturuar në momentin e themelimit të kishës, që mund të përkas shekullit 11-12-13, por në detaj do flasin ekspertët. Kishim pjesën e pikturës që është dëmtuar, e cila është pjesë e projektit për të vrojtuar dhe për të analizuar, dhe projekti synonte krijimin e një modeli 3D të kishës me lazer skaner, ndërtimi planimetrisë së plotë të kishës, vlerësimi i gjendjes së pikturës dhe rekomandime për vlerësimin e të artës, si dhe futja e kishës në një guid turistike. Monumentet natyrore. Monumentet natyrore të Lubonjës nuk ishin prekur fare nga ana shkencore, kanë të bëjnë me lisat shekullor në të gjitha vendet e shenjta, si dhe liçenin akullnajor. Projekti synonte identifikimin e tyre, vlerësimin e gjendjes dhe përgatitjen një raporti propozimi për të ardhmen. Faleminderit. Ky ishte një prezantim i shkurtër i projektit, dhe shif fjalën e kanë ekspertët për temat e veçanta. Faleminderit. Faleminderit Edmond për të paraqitje që është një vështrim i përgjithshëm, i cili tash do të detajohet nga referatet e përgatitura nga anëtarët e projektit. Ftoj doktor Jeton Pekmezin që të lexojë kontestin përdorimi i teknologjive të avancuara në artografimin dhe modelimin 3D, GIS, dron, laser scanner. Përshëndetje. Procesi i artografimit është i ndarë në 3 ekipe, të cilët janë ekipi i fotogrametrisë, ekipi i lidar dhe lazer dhe GIS dhe Total Station. Ekipi i fotogrametrisë është i përbërë nga doktor Jeton Pekmezi, Fiona Likolari dhe master shkencor Valter Aga. Ky ekip është me një eksperiencë disa vjeçare në disa fusha ku përfshihen fushat minerare, gjithashtu edhe për kërkimet arkeologjike. Fokusi i këtij studimit janë përdorimi i teknologjive të avancuara për rilevime topografike, saktësimi i pozicionit gjeografik me saktësi të lartë, përdorimin e disa programeve të specializuara për modelimin 3-dimensional, si dhe krijimin e informacionit GIS për secilin nga këto zona. Instrumentat topografik që u përdorën janë Total Station, GNS Smart Rover, gjithashtu edhe droni. Total Station përdoret për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale, gjithashtu edhe distancave,
GPS-i, i cili përcakton pozicionimin dhe ruan koordinatat e matura. Edhe droni është një mjet ajror, të cilët sot e përdorin për të realizuar fotografime ajrore me një pozicionim të saktë dhe cilësi të lartë të imazhit. Metodika e përdorur për rilevimin e zonave në studim janë rikondicioni dhe krijimi i pikave të forta, programimi i dronit për fluturim, gjithashtu dhe të dhënat e krijuara. Te rikondicioni dhe krijimi i pikave të forta, pikat e forta janë krijuar me anë të GPS-it, që më vonë është bërë programimi i dronit për fluturim edhe zonat të cilat kanë qenë për pjesën e rilevimit. Është bërë më pas përpunimi i këtyre të dhënave, përpunimi fotogrametrik, i cili është fotogrametria është arti dhe shkenca e nxjerrjes së informacionit 3D nga fotografit, krijimi i rresë pikave ose ndryshe point cloud bazuar në modelin e fluturimit, imazheve të marra dhe pikave të forta në teren, ne krijojmë rrjen e pikave, e cila është një paraqitje sa më të mirë të modelit tridimensional. Dhe më pas ne mund të bëjmë krijimin e ortofotove, DTM, DSM dhe izoipseve. Pas krijimit të rresë pikave, ne mund të krijojmë një ortoimazh për të gjithë zonën e cila është në studim, gjithashtu edhe një model digital të terenit. Më pas bëhet analizimi 3D i point cloud-ve ose ndryshe rresë pikave, që ne nga kjo analiza do marrim analizën e veçorive, vlerësimin dhe matjen, analizën hapësinore dhe integrimi të dhënave. Më pas është gjenerimi i modelit të terrenit, i cili përbëhet nga 3 procese, me procesimin e rresë pikave ose point cloudin, krijimin e modelit të trekëndshave ose mesh, që bashkangjitur i paraqitet dhe arta e teksturave për një paraqitje vizuale sa më të saktë. Objektet që u studiuan këtë projekt ishin Kalaja e Lubonjës, Kisha Fjetja e Shënmërisë, Kisha Kamene, Kisha Fuqi, Kisha Shën Thanasiv, 4 zona të Kuqeshit, Liçeni Jakunajor, Mali i Zi, 2 zona të Malit të Zi dhe zonat Tuma 1, Tuma 2 dhe Tuma 3. Tu është një paraqitje pas procesimit pas procesimit fotogrametrik, është një quality report, një tabelë që paraqet saktësinë e modelit dhe në imazhe janë paraqitur modeli tridimensional, pozicioni i fotografimit të terrenit, modeli digital i terrenit dhe një ortoimazh. Gjithashtu dhe për zonën Kisha e Fjetja Shënmërisë është po njëjta gjë. Dhe në zonën Kuqesh, zona 4 është paraqitur e njëjta gjë dhe nga procesimi dhe nga analizimi i produkteve finale, ne u detektua një ndryshim i izolinjave dhe më pas në verifikim në terren u zbulua që aty ishte një mur me gjatësi 70 metra. Rezultatet e procesit fotografimit ishin krijimi modelit tridimensional për gjitha objektet, mundësia analizimit dhe përpunimit të dhënave, sipërfaqe e rilevuar dhe e modeluar rreth 106.52 hektar, krijimi ortoimazheve me rezolucion të lartë për gjitha zonat e marra në studim dhe izolinja çdo 1 metër për secilin nga zonat. Disa foto gjatë projektit. Dhe paraqitja e ekipit të lidarit dhe lavdës. Përshëndetje. Atëherë, ekipi lidarit dhe lazer skanrit, i cili është përfshirë masë shkencore Emiliano Qoser, masë profesional Renata Myftari dhe masë profesional Denis Nika. Atëherë, ky ekip përbëhet jo vetëm nga ekspertët e fushës së gjeomatikës dhe asaj minerare, por edhe të biznesit. Për sa i përket përdorimit të lazer skanrit, kemi që fokusi ka qenë Kisha Fjetja e Shënmërisë, qëllimi ka qenë ishte artografimi dhe modelimi tridimensional i Kishës Fjetja e Shënmërisë duke përdorur teknologjinë lazer scanner.
Disa nga objektivat kemi që të ndërtoj një model tridimensional të kishës fjete shëmërisë, të studioj rezultatet e përdorimit të teknologjisë laser scanner dhe të ndihmoj ekspertët në modelimin dhe ndërtimin e elementeve të veçantë të kishës. Përsa i përket metodologjisë të përdorur, atë kemi rilevimin topografik me laser scanner, e cila është një pajisje e cila përdor një rrezë lazer për skanuar sipërfaqen tokësore, por edhe objektin për të krijuar një model tridimensional të saj. Atë kemi që pajisja laser scanner që ne kemi përdorur ishte Faro Focus 3DS70, e cila ajo mund të regjistrojë deri në minimi pikat në një kohë deri në largësi 0.6 deri në 300 metra. Atë përsa i përket pjesës së punës, atë kemi bërë studimin e zonës. Fillimisht kemi bërë rikognicionin e zonës, mbledhjen e informacionit dhe për pozicionin gjeografik të zonës për të patur një ide sa më të qartë dhe për kohën e nevojshme që na duhet për të kryer rilevimin. Më pas kemi përcaktuar instrumentet dhe kemi gjëja kryesore ishte që të shmangnim pengesat gjatë skanimit të objektit. Për sa i përket punës në terren, do të vendosnim disa objektiva për të bërë lidhjen e skanimeve dhe për lidhjen e skanimeve kemi përdorur dhe objektiva natyrore siç janë dera, kolona, oxhaqe, si dhe harqe. Dhe disa foto të paraqitura të objektivit. Përsa i përket skanimit të objektit, fillimisht do përcaktojmë parametrat kryesorë, siç janë rezolucioni, cilësia, parametrat për pjesën e skanimit për brenda dhe për jashtë të objektit, dhe më pas bëjmë skanimin. Përpunimin e të dhënave kemi bërë në programin SkimFaro, e cila bën të mundur lidhjen e skanimeve nëpërmjet objektivave të përbashkëta, si dhe eksportimi i tyre në formatin DXP. Dhe disa nga rezultatet janë modeli 3D i kishës, planimetria e kishës, pamja e plotë e pikturës murale, modeli 3D të ikonostasit të pjesëve të mbetura dhe modelin e përafërt të ikonostasit. Kemi planimetrin që është gjeneruar nga programet, pikturën dhe prerjet të ikonostasit. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Dhe donjëherë duar të kite kolegja se nuk është shkollaj që të menaxhosh. Nuk është shkollaj të menaxhosh të teknologjitë të fundit nga këta studentë që sapo dalin nga shkolla, kështu që urime për këtë punë të bukur. Për ata që s'mnjohin, unë quhem Emiliano Qose dhe jam menaxheri i kompanisë Almatrix Group. Në këtë projekt ne kemi mbështetur projektin me ofrimin e teknologjive, po ashtu edhe provojnë që ne kemi ndër vite në këto projekte. Falenderoj profesor Edmondi që na bëri pjesë të këtij projekti. Të dalim drejtën temë pse ne kemi zgjedhur teknologjinë lidar në këtë projekt. Për ata që ndoshta kanë pak informacion, është çfarë është lidari. Lidari përdor pulset e dritës për të realizuar matje të distancës, matje të distancës nga pozicioni ku ndodhet sensori. Aftësia që ka ky sensor në këtë projekt ka arritjen e 1.2 milion pika në sekond gjatë fluturimit. Do shohim pak më vonë se pse është e rëndësishme gjithë ky informacion në projekte të tilla arkeologjike. Një shpjegim shumë shkurtër se ku aplikohet teknologjia lidar në inspektimet ajrore, në inspektimin e linjave tensionit, topografi dhe artografi tashmë është domosdoshme për shkak të shpejtësisë, sasisë materialeve, kualitetit, rezolucionit lartë që ti ke mundësi të marrësh nëpërmjet këtyre sensorëve. Në bujqësi, në plutari është shumë e rëndësishme sot po përdoret për menaxhimin e inventarizimin e pyjeve, kurorave, të trungjeve, që cilën në metoda tradicionale është shumë e vështirë për të realizuar. Në minjerë hidrologji, energji të rinovueshme, shumë pak në minjerë pse është e rëndësishme, siguria në punë nëpërmjet mjetit ajror pa pilot, të integruar me sensor lidar, të integruar dhe me sensor kamerë me rezolucion të lartë, ti tashmë mund të realizosh procese të ndryshme skanimesh pa patur nevojë për të qenë në zonën e rrezikshme. Siguria në punë është duar shumë duke përdorur këtë teknologji. Në arkitekturë, arkeologji apo objekte trashëgimit kulturore, dhe pse në arkeologji apo objekte trashëgimit kulturore, dhe pse kemi përdorur këtë sensor dhe jo sensor të tjera të avancuara, është shumë e rëndësishme për Kalanë e Lubonjës, duke qenë se Kalaja kishte terren shumë të thyer
dhe vegetacion, lidari përdor dritën për të gjetur të mundur, për të bërë të mundur skanimin nën vegetacion, për të kuptuar nëse aty ka rënoja apo aty ka objekte të tjera arkeologjike. Për këtë arsye është përdorur ky sensor lidar në këtë projektin e rilevimit të kalas së Lubonjës. Aftësia që ky sensor ka është deri në 5 depërtime. Imagjinoni që një puls drite arrin në vegetacion të depërtoj 5 herë, derisa është mundur të shkojë në terren, sepse aty është i gjithë qëllimi që ne të shohim sa më pastër të gjithë DTM-in apo relievin e tokës. Kush është metodika e përdorur për rilevimin e kalas së Lubonjës? Do kaloj pak në imazhe për ta shpjeguar. Fillimisht ka qenë e rëndësishme planifikimi i misionit, kemi zgjedhur sensorët më të mirë për të bërë këtë rilevim. Kemi zgjedhur sensorin lidar, kemi zgjedhur të integruar me sensorin lidar një kamerë me rezolucion shumë të lartë. Kemi zgjedhur mjetin ajror pa pilot, i cili është shumë rezistent ndaj erës dhe terreneve të thyra. Kemi zgjedhur GPS apo marrës satelitor shumë të avancuar, që sot tashmë kanë aftësinë për të marrë dhe për të observuar nga të gjitha sistemet satelitore të navigacionit global. Është treguar shumë kujdes gjatë punës era dhe ndriçimi i mjaftueshëm, e cila ka rëndësinë për të identifikuar të gjitha elementet e rënojave që ne kemi në këtë zonë. Në planifikimin e misionit kemi zgjedhur metodikën që është kusht kryesor në fotogrametri apo në proceset e fotogrametrisë, kushtin 70% deri në 80% mbivendosje gjatësore dhe mbivendosje torthore për të arritur për të realizuar një produkt repikash. Përgatitja e dronit, planifikimi i misionit nëpërmjet një software-i, në imazhin poshtë tregohet marrësi satelitor i avancuar që ka 2 funksione, observimin e satelitëve, po ashtu dhe pozicionin në RTK që të bën të mundur për ne të marrë këto pikat që i keni me të kuqe për të kontrolluar gjithë regjistrimin e materialeve që ne jemi gjatë fluturimit. Planifikimi i misionit e shikojmë në foton e parë lart të dronit, ku shikojmë që ka disnivel shumë të madh të terrenit, me të kuqe keni vijat ku është disniveli kuota më lart me blu dhe me ngjyra të tjera disniveli tjetër. Avantazhi përsëri kësaj teknologjie është në kohë reale ne shohim DTM-in e projektit dhe çfarë kam në këtë zonë. Më pas shumë vujtjesh nga rilevimi, rrugë të vështira e gjitha gjërat e tjera, shkuam në zyrë me grupin, përpunuam materialet. Sot ka software shumë të specializuara të avancuara që me një klik proceson produktin DTM, produktin 3D Open Cloud apo produkte ortoimazheri. Dhe nga gjithë produkte shohim shumë, nuk e di nëse është e qartë për ju, imazhi djathtë as poshtë, po të shikoni me ngjyrë kafe keni pikat e relievit dhe pikat e tjera që janë bimësi apo vegetacion. Kjo ka qenë e rëndësishme, nuk e di se është detaj shumë e rëndësishme ndaj projektit. Këto pikat nëpërmjet një profili të tokë që ne kemi realizuar, këto janë pikat që ne kemi gjeneruar apo pikat gjeolozike që ne gjenerojmë poshtë bimësisë. Kjo është arsye sepse është përdorur kjo teknologji në këtë projekt. Sot është shumë e thjeshtë për të procesuar materialin, por që do duhet patjetër shumë delikate që i gjithë procesi ndjeket rigorozisht, duke importuar gjitha dhënat satelitore, duke marrë gjitha imazhet në rezolucion të lartë dhe duke integruar të dhënat e lidarit në këtë software. Shohim në imazhin poshtë majtas gjurmën e kalas Lubonjës. Po profesor Fenjer. Po shikojmë nga produkti që ne kemi realizuar me dron, pavarësisht vegetacionit që ka pasur, është shumë i qartë e gjithë gjurma e kalas. Dhe kjo ka ndihmuar që gjithë grupi ekspertë të tjerë të ndodhë të ndihmojnë më mirë në procesin e inspektimit të kësaj zone. Rezultatet e arritura, patjetër, në të njëjtën koncept si fotogrametria, arrin të krijoj informacionin topografik, pavarësisht se është me vegetacion, ne arrim shumë saktë të gjenerimit të terrenit. Rilevimi i zonës së gjërë shpejt dhe saktë, pavarësisht llojit të terrenit, propunimi dhe paraqitja e zonës së rilevuar në kohë reale, saksia plus minus 2-3 cm, nuk do arrije kjo saksi pa teknologjinë e avancuar të GPS-it, formate statike që ne kemi realizuar dhe pa integrimin e GPS-it në mjetin ajror pa pilot. Të dy këto integrime kanë bërë të mundur gjeotagimin e të gjitha këtyre dhënave dhe integrimin për të arritur këtë lloj saksia. DTM-i përftuar ka qenë plus minus 5 cm rezolucioni. Kjo saksi ne na e tregoi shumë qartë në imazhin që treguam pak më përpara për gjurmën
e kalas Lubonjës, krijimi i izoipseve dhe ortoimazhi krijuar me rezolucion të lartë. Disa foto gjatë projektit, edhe vështirësi që kemi krijuar që është skanuar shumë e detajuar edhe çatia e kishës. Tu kemi produktin e gjeneruar nga teknologjia laser scanner. Do doja ta përmbyta edhe me një fjali. Nëse sot flasim për ruajtje të vlerave të trashëgimit kulturore, me këto teknologji që ne kemi ofruar në bashkëpunim me Fakultetin Gjeologji Miniera dhe gjithë grupin tjetër të interesit, ka arritur me vërtet të ruajë vlerat e trashëgimit kulturore. Kemi mësuar shumë mirë që bëjmë matje jo të detajuara. Me këto teknologji ne arrim saktësi milimetrike të gjitha dimensioneve apo të formave të objekteve trashëgimis apo zonave të tjera arkeologjike. Gjatë fluturimit, pjesëmarrës ka qenë dhe studenti i cili ka bërë temën e diplomës duke përdorur teknologjinë lidar, dhe më pas ekipi i GIS-it. Faleminderit. Tani ke ekipit GIS-it që jam pjesë edhe unë, edhe ju kërkoj ndjesë për emocionet e studentëve, por një nga objektivat e projektit ka qenë përfshirja e studentëve në këtë projekt. Ne kemi pasur 3 studentë të cilët kanë mbrojtur diplomat me këtë projekt. Kështu që unë i falenderoj dhe ata meritojnë një dorë turkiti për punën që kanë bërë. Unë do lë Renatën që ta prezantoj dhe po rik këtu afër për ndonjë mbështetje. Atëherë ekipi i GIS-it, profesor Edmond Hoxha, profesor Spartakuçaj dhe Renata Meftari. Atë ky ekip përbën nga ekspertë të fushës së gjeomatikës, një ekip i përkushtuar në punë dhe dëshirë për të zhvilluar më tej si në anën profesionale dhe atë teknologjike. Atëherë nga pjesa nga Atë përsa i përket metodologjisë, atë kemi grumbullimi hartat topografike të vjetra të dhënat e grumbulluara në terren nga përdorimi i teknologjive drone, lidar, laser scanner, GPS Total Station, ne kemi arritur të përpunojmë dhe hartat të përkatëse. Atë studimi përdori hartat e vjetra, si hartat austriake, harta italiane, harta ruse, harta të ushtrisë, vitin 1979, harta topografike për të gjetur informacion lidhur me vendodhjen e objekteve të kultit, ose zonat me gjetje arkeologjike të cilat nuk ekzistojnë fizikisht, por vërtetohen nga tregimet ose gojdhënat e banorëve. Atëherë këtu kemi disa nga shtresat ose shqiptalet që kemi krijuar nëpërmjet GIS-it, zonat e trashëgimisë kulturore, gjetje arkeologjike, monumente natyrore, toponime, topografia të ndryshme, rrugët e të tjerë. Atëherë disa nga këtu kemi hartën e cila është punuar në GIS, harta arkeologjike e Lubonjës, harta e trashëgimisë natyrore Lubonjë, harta e Kalas. Atë përsa i përket disa nga rezultateve të GIS Total Station dhe drone. Atë Nuk i lexo mirë. Disa rezultatet janë modeli 3D për të gjitha objektet, mundësia analizimit dhe rizumimit të zonave, u rilevuan 14 objekte, përfaqe rilevuar dhe modeluar të 106.52 hektar, ortoimazh me rezolucion të lartë për të gjitha zonat e marra në studim dhe izolinja çdo 1 metër për secilën nga zonat. Disa nga rezultatet e laser scannerit, kemi modeli 3D i kishës, planimetria e kishës, pamja plotë e pikturës, murale nëpër masa reale, modelin 3D i ikonostasit të pjesëve të metro dhe modelin e përafërt të ikonostasit. Dhe përsa i përket GIS-it, kemi harta e trashëgimisë kulturore, harta e monumenteve natyrore, harta e toponimeve të zonës, harta religjioze e zonës, DSM të çdo zone, planimetrinë e objekteve të kultit dhe zonave të veçanta të trashëgimisë kulturore dhe natyrore, si Kalaja, Kisha, Lisa, Liçeni e të tjerë. Konkluzion dhe rekomandime, atëherë GIS dhe drone, atëherë kemi që ofrojnë rilevime të shpejta, saktësi të lartë në sipërfaqe të mëdha dhe krijojnë modele 3D të përshtatshme për studimin dhe analizën e trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Laser scaneri përdoret me sukses për objekte të veçanta dhe sidomos në ndërtesa të larta, siguron detaje, mundësi mbledhjen e shpejtë të dhënave në cilësi të lartë në shkallë e rezolucione të ndryshme. Lehtëson krijimin e modeleve 3D.
Kemi dhe GIS-in, përdorimi i GIS-it lejon ndërtimin e artave komplekse topografike dhe të plotësuara në atribute të cilat lejojnë kryen analizave komplekse, përditësimin e të dhënave dhe krijimin e bazave të dhënave arkeologjike dhe monumenteve të natyrës. Dhe disa rekomandime, kemi që projekti rekomandon fuqimisht përdorimin e teknologjive të avancuara GIS, drone, laser scanner dhe lidar në artografimin dhe dokumentimin e zonave kulturore dhe natyrore të nivelit kombëtar për qëllime të krijimit të bazave të dhënave rajonale dhe kombëtare, modelimit 3D të parqeve arkeologjike e monumenteve natyrore, restaurimin e monumenteve dhe pikturave murale, inspektimin e sigurisë dhe gjendjes fizike të monumenteve trashëgimisë kulturore dhe natyrore dhe për monitorimin e ndryshimeve të zonave arkeologjike dhe monumenteve natyrore në intervale kohore të ndryshme. Faleminderit. E gjithë puna e ekipit të organizimit. I kam punuar pothuajse të gjithë në terren, në fund ka një produkt që është kjo harta e trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Për të realizuar këtë hartë, ata kanë punuar një vit, duke i shkelur gjitha zonat, duke formatin dhe duke hedhur çdo gjetje arkeologjike me koordinata dhe zonat e veçanta. Që edhe një herë falenderoj ekipin e tyre. Kjo është një video e realizuar me laser scanner brenda kishit. Tu jemi një 10 vjet ose 20 vjet përpara gjendjes që kemi në trashëgiminë kulturore, natyrisht. Në punën e këtij ekipi jemi, është dhe një model i avancuar, nuk e di që për fat mirë kemi edhe përfaqësuesit e Ministrisë Kulturës, për cilën jemi të gatshëm të bashkëpunojmë edhe në këtë drejtim. Atëherë kemi profesor doktor që është Perikli Qeliati tash i radha. Kartografimi i vlerave kulturore dhe natyrore të fshatit Lubonj duke përdorur teknologjitë e avancuara. Unë do desha qysh në fillim të falenderoja ekipin e projektit, vetëm një ekip profesionistësh jashtëzakonisht të përgatitur, me rezultate të shkëlqyera. Desha t'i falenderoj që më bën pjesë e ekipit të tyre, duke theksuar se trashëgimia natyrore dhe kulturore janë dy vlera të lidhura me njëra tjetra. I japin njëra tjetrës, prandaj duhen parë dhe studiuar të integruar me njëra tjetra. Ky ishte edhe motivi që unë u përfshiva në këtë ekip të shkëlqyer për problemet e trashëgimisë kulturore në mënyrë të veçantë. Me që jam në këtë falenderim, do të falenderoja të ekip të rinj, jashtëzakonisht të talentuar, që na lehtësuan punën me matjet e tyre me atë teknologjinë e avancuar, pa të cilën ne do e kishim vështirë për të evidentuar ato vlerat të natyrës, por dhe natyrisht dhe kolegët e mi të arkeologjisë për të evidentuar vlerat arkeologjike. Pa humbur kohë, diskutimi im do të jetë për vlerat natyrore. Pa përsëritur kolegët që thanë shumë mirë metodologjinë, ose kolegun tjetër, profesor Edmondi, që foli dhe për objektive, unë do ndalem vetëm në ato aspekte që lidhen me trashëgimin natyror të vendit tonë, të zonës Lubonj. Pra, dokumentimi i objekteve natyrore me vlerat e monumentit të natyrës nëpërmjet teknologjisë që e paraqitet shumë qartë kolegë. Propozimi për regjistrimin e këtyre objekteve në listën kombëtare të monumenteve të natyrës të vendit tonë dhe promovimi e tyre si objekte të turizmit natyror. Ky ishte qëllimi, u realizua një nga objektivat e projektit nëpërmjet
evidentimit të trashëgimisë natyrore të zonës së Lubonjës. Qëllimi ishte evidentimi, studimi, vlerësimi dhe propozimi i siteve natyrore me vlerat të veçanta të fshatit Lubonjë për statusin ligjor të monumentit natyrës në kuadrin e zonave të mbrojtura të vendit tonë. Propozimi i modeleve më të mira të ruajtjes dhe menaxhimit të vlerave të tyre. Një nga qëllimet e rëndësishme të këtij studimi. Objektivat e studimit, pra identifikimi i objekteve të monumenteve të natyrës, përcaktimi i metodave të vlerësimit, përshkrimi i kushteve natyrore, largëmia vlerat unikale të zonës. Ishin këto kushte natyrore të veçanta, shkurtimisht do t'i prek në vazhdim, që prodhuan këtë pasuri të madhe të trashëgimisë natyrore. Që në momentin deri tashi, në kuadrin e këtij projekti, ne evidentuam 3 objekte me vlerat e një monumenti natyrë. Përcaktimi i hapave dhe kriterë për zgjedhjen e zonave për status të monumentit natyrës, realizimi i matjeve në terren me saksi jashtëzakonisht të madhe, ne na ndihmuan shumë, evidentimi i vlerave shkencore, ekologjike, kulturore, didaktike, fetare dhe shpirtërore, që kanë këto objekte në popullsinë e zonës. Propozimi për monumentet në natyrës të lisave, fishat dhe liçenjta kollajore. Janë këto 3 objekte të cilët për mendimin tonë plotësojnë të gjitha kriteret për të shpallur monumente natyre. Identifikimi i rrezikeve dhe përcaktimi i masa për ruajtje dhe menaxhimin e tyre, dhe ndërtimi i hatës të monumenteve natyre që kanë realizuar në shkëlqyer ekipi i projektit. Në konceptet bazë do të theksonja, trashëgimia natyrore dhe kulturore është vlerë, është objekt sit me dukuri unike e transmetuar padyshim në breza. Trashëgimia natyrore dhe trashëgimia kulturore si janë 2 vlera të lidhura me njëra tjetrën, japin në njëra tjetrës dhe duan parë dhe studiuar të integruar midis tyre. Midis siteve natyrore e kulturore dhe banore krijon lidhje shpirtërore që transmetohen në breza, duke bërë pjesë e qëndrueshme e botës shpirtërore të tyre. Konceptet e metodat e reja të vlerësimit, menaxhimit të zonave të mbrojtura, posaçërisht për monumentet e natyrës. Informacioni u siguruan nga vërtimet, nga ekspeditat e atashme, në mënyrë të veçantë studime gjeografike, gjeologjike e historike, por padyshim informacionin na e siguruan të saktë matjet e ekipit të projektit. Pajisjet që i ekspozuan jashtëzakonisht mirë, grumbullimi i informacionit të data për punimi i tyre, përbën një nga aktivitetet e projektit, me të gjithë bazën ligjore, informacionit teorik, të dhënat nga ekspedita njose, studimi kushteve natyrore, kryerja e matjeve shumë të sakta, ndërtimi planimetrisë të hartave gjisë në monument natyre, përpunimi dhe interpretimi të dhënave të rilevimit dhe planimetrive dhe hartave të zonës të lisave, fishave dhe liçenjta kollajore. Evidentimi i vlerave shkencore, ekologjike, kulturore, didaktike, fetare, shpirtërore të objekteve kandidate për statusin e monumentit natyrës. Formulimi i propozime për shpallje e monumenteve të natyrës, përcaktimi i kritereve dhe strategjisë së menaxhimit të monumenteve të natyrës të propozuar me qëllim mbrojtjen e tyre për qëllime studimore, kulturore, fetare, didaktike dhe psikike padyshim. Një informacion i përgjithshëm për zonën e studimit. Kam pjesë në rajonin hyjnor të vendit tonë, me qarkun dhe bashkimin e Koshës, njësinë administrative të Vilkuqit, në 2 njësi fiziko-gjeografike, në Grotën e Kolonit dhe në Malsinë e Vilkuqit. Në lartësi mbi nivelin e detit nga 900 metra, rreth 1700 metra, maja e malit të kolegët në saksuan, në e përdisuan me një derë të më të saktë se ajo që dimë.
në pegun të zumit të sumit, në brezët e tokave të kapenjë dhe të mundë të jore, në brezin e dhe kisha, brezin mort kushte e kisha. Markuan ditë, marrë ditë, pastaj dhe një ditë të tjerë, po treba të ketë kanë gjëra të zezë, nga të rigje, gjëtjeror, që ndërtojnë strukturat grabenore të janë të pranishme në zonën e Lubonjës. Relievi ka forma, tropa, kodra e male, gjithë niveli isometrik në 7 metra, i cila kushtëron pastaj dhe shkallëzimi vertikal dhe komponentëve të tjerë të pejzazhit geografik. Disa tipe gjenetike të relievit, me rëndësi të madhe është relievi aktual. Jurmët e këtij relievi i gjen në morfologjinë aktuale si relikte të një periudhe të caktuar të evolucionit të pejzazhit në zonën e Lubonjës në gjithë vendin të shkallëzimit. Njësi morfologjike të gropa Lubonjës dhe ajo maletizim. Nga format aktuallore gjenden cirkje, lugje, pragje, morena, tone pluriorgansare. Janë mbetje e forma relikte dhe ku të ndodhen si e veçantë të tyre, i përbën njëra kritere bazë për të shkallëzuar zonë të mbrojtur konkretisht në një monument atyre. Ullat janë burime përej e liqenja kunajor, si që ishte e liqenja i Sipër, afër majës maletizim dhe liqenja poshtë afër shatit të Lubonjës. Vimësia përfasohet që shkure dushe me disa lisa gigante që janë në mbetje të pyjeve të degraduar të nga prerjet që ka ndodhur her pas here. Gjithsesi, kanë mbetur të shmi të pyjeve dikushme gigante. Dhe këto kanë mbetur pikërisht pranë objekteve të fundit. Sepse era shpirtërore që kishte objekti fundit u transmetuan te banorët e vendas edhe tek kishat. Në 10 kishat që përmendën këtu, në të gjithë këto kisha, pra në të 10 kishat ka lisa, janë gigante, janë të mëdhenj, janë të mëshuar, kanë rëndësi të mëdhenj, kanë rëndësi shkencore, rëndësia e veçantë shkencore tyre që do në faktin të të janë relikte, që tregojnë se që ka qenë pejzazhi përpara të binte vemtaria njeriu për shkaktuese e jetës. Bi brezin e dusheve, është brezi i halorëve, 1 metër, që ne jemi në një gjendje më të mirë si me brezin e dushe, por dhe aty ka mbetje të kishave gigante, të cilat ne kemi propozuar për monument. Dinim shumë pak, pra zonë, në gjithë zonat të tjera, karakteristikat të ndryshme fiziko-gjeografike, disa të dhëna të përkushtim dhe ekonomi, ekzistenca e licave shekullore për aktivitetat të pasur në kolegët, dhe ekzistenca e liqenit natyror, që një objekt natyror të pa e vlerësuar i monument natyre. Dhe këto janë ato që u realizuan dhe ne mundëm të evidentojmë dhe të konkludojmë tek propozimi për të shpallur monument atyre. Këto janë realizime që ne kemi, mund të veçonja këtu studimi i kushteve natyrore, sidomos larminë e zakonshme që ka zona e Lubonjës, ekzistencën e objekte me vlera unikale që përbën kushtin bazë për të shpallur zonat të mbrojtura, evidentimi i 3 objekteve me rëndësi të jashtëzakonshme që u propozuan pastaj për monument natyre. Ja një punë konkrete që ne morëm nga kolegët e ekipit të hartografisë dhe të gjisjet, që mundët të na përcaktonin parametrat që ne na kanë ndihmuar për të argumentuar shkencërisht statusin, propozimit për statusin e monument natyre. Tu është fjala për kishat afër kishës së Shënmërisë, në fshatin e Lubonjës, dhe janë në të gjitha parametrat të domosdoshme për të argumentuar statusin shkencor për statun ligjor
për monument natyre. Pra ky ishte rasti i kishave, i lisave pranë kishës së Shënmërisë. Por kjo punë është bërë për të gjitha. Pra në studim janë tabelat me të dhënat e sakta të parametrave të lisave, të cilat kishash ne propozuam për monument natyre. Ja dhe harta, ku janë evidentuar, janë hedhur rreth objektit fetar përveç kishës, janë hedhur edhe listat të propozuar për monument natyre. Aktivitetet gjatë realizimit të projektit edhe foto nga objektet që propozohen për monument natyre, nga foto nga listat edhe nga pishat shekullore. Edhe për pishat u veprua po njësoj. U ndërtuan tabelat dhe u plotësuan rubrikat e tabelet nga matjet që realizuan me shumë saktësi kolegët e ekipit të projektit. Ja dhe harta vendosjet së pishave rreth kullës kalasës së Lubonjës. Kjo është pjeka që kemi bërë për të shpallur monument natyre. Së pari me mbështetjen në bazën ligjore, është kjo bazë ligjore është e plotë, pas një mangësi, në përcaktimin e kritereve të përgjithshme të zonave të mbrojtura, por dhe specifike për monumenteve të natyrës, dhe këto kritere ne i pam se sa realizoheshin, sa reflektoheshin në objekte që ne studiuam që në rastin konkret të listave pranë kishave. Listat shekullore të kishat dhe fishat pranë kullës së kalas kanë vlera unikale shkencore. Janë këto vlera biologjike, gjeografike, ekologjike e tjera. Janë vlera kulturore, estetike, shpirtërore, sidomos listat si theksohet, sepse janë listat të ruajtura nga banorët, sepse i quajnë të shenjtë, ndërsa përrejt listat të upremë. Këto janë si relikte, si të thash, të lidhjeve shpirtërore të banorëve me objekte kultit, por dhe me listat që konsideroheshin po ashtë dhe shenjë dhe objekte kultit. Janë të padëmtuara ose me mundësi ripërtëritje, arali e tyre nuk i kalon të 50 hektarë. Në kriteret për të shpallur monument atyre, që në qoftë se përfaqëson në aral, nuk duhet ka përgjej 50 hektarë. Pra, janë natyror, padyshim, dhe ky është kriter bazë për të shpallur një zonë të mbrojtje. Pra, e plotëson të gjitha kriteret për të shpallur monument natyre. Janë gjitha këto kushte favorizuse që e mbështesin propozimin tonë. Janë pronë publike në fshat ose në afërsi të tija. Janë bërë pjesë e pandare post shpirtërore të banorëve. Në veçantë listat. Ekziston vullneti pozitiv për ta mbështetur ruajtjen, menaxhimin shkencor të këtij objektit monumenteve të natyrës. Baza e mirë ligjore, nga biseda me banorët, ata janë plotësisht dakord për ta shpallur monument natyre. Dhe formulimi i propozimit. Pra, propozimi është shpallja e monument natyre, biomonument të lisave shekullor të kishave të Lubonjës. Pra, shpalljen monument natyre, biomonument të kishave shekullore, pra në kalasë kalasës të Lubonjës. Pra, është përgatitur në këtë formë propozimi për ta çuar tek institucionet shtetërore që kanë kompetencën e tyre, që jepet me vedit veçantë të Shqipërisë, për të dhënë status të ligjor të monumenteve të natyrës, këtyre dy objekte, të lisave edhe të kishave. Po e njëjta gjë u veprua edhe me objektin e tretë, me liqenin akunajor. Janë parametrat që janë përcaktuar me matjet e sakta, është harta, në cila paraqet 3 pozicione të nivelit, masisë së këtij liqeni,
Por liçeni ka vlerat si që thash, vlerat të mëdha, vende që kanë liçen akunajore quhen vetëm me pak, dhe i ruajnë në mënyrë tepër të rrejtë. Ajta dhe studiusit duhet të vinë me lejë. Sepse janë vlera të jashtëzakonshme. Janë forma relikte që pasqyrojnë evolucionet e sajtë geografik në rastin tonë konkret të akuzimit të fundit nga 10.000 deri 25.000 vjetë përpara. Por ky objekt është mirë rrezikuar ka si më të tjerë, sepse është në fazën e penetrimit të materializimit. Çdo liçen ka fazën e fundit të jetës, një formacion i përkohshëm, dhe në moment që ai penetrohet, materializohet dhe thahet, dhe rrugë natyrore, ku pasqyra e tij kapet nga një rrjedhje gërmore. Por këtu e kanë shpejtuar ndërhyrjet e gabuara antropologjike. Në mënyrë të veçantë u dëmtrua kur trafikantët e bive narkotike e përdorën liçenin, ujit e liçenit për qëllimet e tyre. Dhe hapën një kanal që shpejtoi zbrazjen e liçenit. Dhe kjo padyshim është një problem. Dhe unë e kam tekstuar dhe me bisedat me banorët e drejtuesit e fshatit të Bojës, që ata duhet ta mbyllin patjetër atë kanal që ata e kanë. Sepse duke e mbyllur këtë kanal, do t'ia zgjapin një liçen. Pra do ta kenë këtë vlerë vetëm një formë më të gjatë. Padyshim këtu ndikojnë faktorë natyrore, si ngrohja e klimës, arja e klimës, ose marrja ujit të liçenit për qëllime jo legale, për ujit e energji elektrike, ndotja dhe dëmtimi i peisazhit nga aktiviteti kryesor për aktivitetet të tjera. Këto janë rreziqe që e kërcënojnë. Pamjet janë nga ky liçen dhe shikoni atë kanalin që ata e hapën, që vazhdon të nxjerrë ujë nga liçeni. Kur liçeni është në këtë fazë, pra në fazën e materializimit. Nuk do kaloj shumë kohë, ose nuk ndërhyjmë, që ky të materializohet plotësisht, të vinë kohë që ai të fatë dhe të zhduket si. Aty ka plot mbetje të liçeneve që ka pasur diku. Zona ka pasur plot liçene, po ato janë thanë. Dhe më shumë janë thanë për faktorë natyror, për atë që thash. Dhe tash kanë mbetur mbetje me bimësi hidrofile një pjesë, ose me një mbetje fare të vogël, në i burim uji ose diçka të kësaj natyre. Pra, për të mos e humbur këtë vlerë, duhet patjetër ta bllokojmë të dalje të ujit. Kjo është pamja e liçenit, siç e shikoni, rrethuar me bimësi hidrofile, e cila synon gjithmonë ta ngushtojë cirkulacin e ujit dhe vjen momenti që ai liçeni të zgjohet. Ky është problemi dhe kërcënimi më i madh. Këto janë vlerat unike që motivojnë pamjen e këtij objekti monument natyre. Pasërtia e madhe e ujit, botë e gjallë dhe veçantë. Në kushtet të ndodhe liçeni, lartësi, kushtet të veçanta ekologjike, padyshim aty zhvillohet një bimësi e veçantë. Jo rrallë të liçeni janë gjetur dhe bimë gjallësa endemike, që përvejnë dhe vajire të tuash të pasurive biologjike të vendit. Kjo problem një nga motivet kryesore që duhet të ruajtur. Pra, rëndësia është shkencore, po dhe në pamja matnise, liçeni pjesë vetëm e natyrës, e bimësive sale, të mbelor që tjetë natyror, është relikte për rrydhës në akuzimit. Kjo ka rëndësitë që duhet të tekstuar. Harta dhe propozimi që ne e kemi parë për ta shpallur monument natyre. Këto janë ato që ne tekstuam dhe rekomandimet që janë ato që tashmë shumica e njeh, po që duhet patjetër. Tek të listat duhet të ketë parasysh se ato për shkak të moshës, ato janë objekte të përkohshme, gjallëse, në momentin e plakjes. Duhet të ndërhyet për të
i shtuar jetën, duke rrethuar zonën dhe duke në mos të rënja, duke ngritur mure mbrojtës dhe mos lejohet procesi i erozionit të nxjerrë rrënjët të shkatërrojë. Kota e fundit pati një hyrje të një visi shekullor aty tek kisha qendrore, por që për procesi duhet të studiuar në ata janë specialistë, krahasitin, heqin ato degët e thata për ta ruajtur në vazhdimsi të bërë. Padyshim, pastaj dhe menaxhimi turistik me gjithë ato kërkesa dhe probleme të edhin më mirë ata që merret me menaxhimin e këtyre objekte për qëllime turistike. Ndërsa për liqenit, tash duhet marrë ato masa për të shtuar jetën aty. Profesor, do t'ju them që koha mbaroi. Faleminderit. Faleminderit atëherë dhe unë do të jap fjalën profesor Skënder Gjinushit që asistoi në pjesë konferencës për të përshëndetur konferencën, por edhe për të shprehur besoj përshtypjet e tij të para për këtë projekt. Mirëditë të gjithëve. Së pari sigurisht do të përgëzoj punën e bërë, punë bërë nga ekipi, i cili tregon disa gjëra të rëndësishme në drejtim të projekteve që ndërmerr dhe apo mbështet dhe Akademia e Shkencave. Së pari tregohet që tashmë është bërë domosdoshme që bashkëpunimet jenë ndërdisiplinare. Pra është një model i bashkëpunimit midis fushave të ndryshme për të arritur në rezultate sa më të sakta shkencore dhe me produktivitet më të madh. Së dyti tregon domosdoshmërinë e bashkëpunimit të njësive të Akademisë Shkencave me njësitë e shkollave të larta, me universitetin. E theksoj këtë sepse ende ndihet fryma e lokalizmit vende, qoftë edhe ndonjë nga njësitë tona, ose individ caktuar, qoftë edhe pastaj në atë drejtues caktuar të universiteteve. Fryme e cila u ndesh edhe gjatë miratimit projekt ligjit për shkencën, ku disa e kuptojnë sikur kërkimi shkencor bëhet në mënyrë të parcializuar. Kurse në kushtet e Shqipërisë dhe kudo në botë, absolutisht institucionet shkencore duhet bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Aq më shumë ne, që nuk kemi kontingjente dhe struktura të mëdhaja, pra kemi pak specialist në fushat caktuara dhe pak të bashkëpunim midis institucioneve kryesore, absolutisht nuk mund të arrihet rezultati caktuar. Dhe pikërisht Akademia e Shkencave faktikisht të projektet që zhvillon, qoftë ato që i financon vetë, aq sa, në mënyrë modeste, qoftë ato që nxit për të aplikuar pranë akshit, janë që të gjitha përbëhen nga grupe që ku ka akademik, ka profesor, doktor shkencash nga institutet jashtë akademisë apo nga shkollat e larta. Për të përshëndetur është fakti pastaj që në këtë projekt ka marrë pjesë doktorant, sepse kudo gjithë përvoja botërore është që në për institute ku shkon i viziton në qendra kërkimore, ndonjëherë përgjegjësi dhe mund mos ta gjesh drejtorin, shefin e departamentit, po doktorantin e gjen aty. Pra ka gjithmonë një doktorant që punon. Pra sepse një nga qëllimet kryesore është dhe krijimi, formimi i brezave të rinj. Pra trashëgimi janë. Dhe projekti i paraqitur këtu, puna e bërë, flet pikërisht për këtë që është një shembull i mirë për përgatitjen e specialistëve të rinj për transmetimin pra e njohurive, metodave, praktikave, teknologjive tek brezat e mpasur. Sigurisht projekti tregon atë që tani me teknologjitë e reja rezultatet patjetër që janë gjithnjë dhe më shkencore. Tani shkenca ka filluar flet gjithnjë edhe më me kompetencë. Këtë e themi edhe për sa i takon asaj që është misioni kryesor i Akademisë Shkencave, edhe në drejtim të
zbulime arkeologjike në shërbim të asaj që ka të bëjë me origjinën dhe lartësinë e popullit shqiptar dhe të gjuhës. Ju e dini që ka shumë debat në këtë drejtim, sepse ka shumë spekulim. Njëra spekulime tërë si kur akademia, kur themi akademia, në kuptojnë akademikët, kanë mohuar vjetërsinë apo lartësinë dhe janë disa diletantë që e kanë vërtetuar. Kurse ndërkohë që është e kundërta, absolutisht, pra gjithë tezat kryesore mbi lartësinë, origjinën e popullit shqiptar janë formuluar nga akademikët, duke filluar nga Buda Çabe dhe ka vazhduar më tej dhe punimet e mëtejshme edhe të arkeologëve të njohur edhe të historianëve sigurisht kanë ardhur gjithmonë duke vërtetuar këtë tezë. Dhe tani ne ishim dëshmitar që ditë e fundit të bë një konferencë në Tiranë të njësive të qendrave kryesore albanologjike për në Evropë dhe nëpërmjet inteligjencës artificiale tashmë mund të studiohet gjithë evoluimi i gjuhës, pra studiohet, po themi, ADN e gjuhës, se si kanë evoluar gjuhët indo-evropiane, si ka evoluar vetë gjuha shqipe, ashtu si pasaj nëpërmjet gjetjeve arkeologjike, duke filluar nga 4, si quhen në Ritanik, 4 të maniqmit e arkeologjisë. Pra, në profesor të nderuar Ceka Anamali Prendi, pra dhe gjithë gjetjet arkeologjike, arkeologjia flet me fakte, edhe studimet gjuhësore. Dje u paraqit këtu dhe një botim shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me zhvillimin e tingullit, pra të artit në treva shqiptare që na prehistoria, ku përputhen gjërat, përputhen sepse tashmë dhe metodat e studimit janë të sakta, janë gjithnjë më të sakta dhe kuptohet që sa më shumë flet shkenca, aq më pak flet mediokriteti, amatorizmi dhe sa më shumë ata që kërkojnë të abuzojnë. Sigurisht këto të vërteta ne do i pasqyrojmë se kemi si detyrë dhe te historia që po shkruhet tashmë, ku Eritani është ndër autorët kryesor dhe një grup i historianësh dhe arkeologësh punojnë për të, do shkruhet në enciklopedinë e Shqipërisë dhe absolutisht nuk kemi nevojë të shkruajmë të pavërteta, na mjafton e vërteta për gjitha këto dhe pikërisht projekte të tilla kontribuojnë për të shtuar provat, faktet, argumentat shkencore në dobi të vërtetimit të tezave kryesore pa shtrëmbërime dhe pashë. Sigurisht nuk bëhet fjalë as për këto, sepse ka dhe kozmopolit që fillojnë edhe i trëmben çdo teze që lidhet me origjinën dhe lashtësinë, kur absolutisht shkenca tani flet qartë, nuk ka të parë dhe të dytë, por nëpërmjet këtyre, nëpërmjet dhe gjetjeve arkeologjike, tregohet evolumi i çdo popullate, se si kanë lindur, si janë zhvilluar, si janë identifikuar, pra dallimet që kanë ndodhur, pra dhe nuk flitet për supremarësira, po flitet për një zhvillim të natyrshëm të tyre dhe të provuar këto shkencërisht. Kështu që edhe një herë përgëzoj për punën që bërë, flet dhe për seriozitetin dhe për atë që, sepse njëna, siç thash, drejtimet ku akademia ka punuar për të nxitur kërkimin shkencor është mbështetje projekteve që aplikohen pranë akshit, pra që si financon vetë, dhe kjo tregon që është një iniciativë që duhet të ndjekur, pra sepse ato japin produkt dhe tregon dhe për seriozitetin e këtyre punimeve, të cilat nuk janë shkencë për shkencë, po janë shkencë që i shërbejnë pra kulturës, zhvillimit dhe shkencës shqiptare, i shërbejnë shoqërisë shqiptare, i shërbejnë dhe ekonomisë në rastet caktuara. Edhe njerë suksese, urime për punën e deri tanishme. Faleminderit. Faleminderit profesor Gjinushi, nga qenë mbështetës
që në nismën e kësaj pune në vitin 2021 me miratimin e njësisë Arkeobylis, ishte eksperimenti i parë me përpari Malika, me Jetonin, me Edmond Hoxhën edhe personat tjerë që nuk ndodhen këtu, po edhe me studentët. Edhe kjo që po bëjmë tani është që ta institucionalizojmë këtë punë, qoftë në aplikimin në projekte, edhe në punë konkrete. Si vjetë, patëm prezencën e tyre në Bylis, dokumentimin direkt të gërmimeve arkeologjike që po bëjmë, shkuar në Ballsh, në një punë të jashtëzakonshme, një 3D që nuk ka asnjë mundësi tjetër ta bëjmë përveç se me këtë grup sot për sot, edhe jemi në nisje të projektit tonë për Lezhën. Kështu që ajo që ka sjell profesor Gjinushi, jo sepse është një mik i vjetër që s'kam dërmend t'i bëj asnjëherë komplimenta. Kështu që jemi të mbushur me njëri tjetrin, s'kemi, e njohim dhe është hapi i akademisë. Pra akademia nuk është pronë e akademikëve, ashtu si dhe institutet nuk janë pronë e atyre i punojnë institutet. Kjo e para është, po themi, ka funksionuar në gjitha drejtimet, dhe keni parë akademia është gjithmonë dhe kjo sallë është në dispozicion të qindra studiusve që nuk janë as antarë të akademisë, as edhe antarë të instituteve. Ajo që kemi problem janë institutet. Institutet tona mendojnë që e kanë privatizuar, që është e vërteta, dhe i drejtojnë sot institut, pak në them për arkeologjinë, e kanë privatizuar dhe janë xhelos për çdo punë që bëhet jashtë institutit. Do kalojnë nga Këshilli Shkencor, do kalojnë nga departamentet e tyre. Arkeologjia shqiptare që nga magnifikët, ka qenë arkeologjia që zhvillohesh në gjithë vendin. Jemi mira, qindra po themi, po edhe mira njerëz që kanë punuar, duke përfshirë punëtorët edhe. Mos flas edhe për bashkëpunëtorët shkencor. Kështu që ky është një model që unë mendoj që duhet t'ia ofrojmë dhe tjerëve. Të bashkëpunojmë, ai problemi kryesor e kemi me Ministrinë e Kulturës, profesor Gjinushi e di, nuk ofrojmë për bashkëpunim. Janë me projekte, ku diun pak përpara, miratuan vitin e kaluar një gërmimet arkeologjike me privat në Durrës, në amfiteatër, në forum e ke terma. Durrësi nuk është vetëm pikë turistike, është zemra ku krijua kombi shqiptar. Ishte qyteti, thot një anonim venecian, arbrit kanë qytet tyre dhe ky është Durrësi. Dhe Durrësi ishte i vetmi qytet që mbijetoi antikitetin e vonë, dhe janë specialistë, ku kemi Skënder Muçën, që jeta qytetare antike bie, edhe mi rënohet e saj, kalojnë 2 shekuj të rifilloj një fazë e re që është jeta arborore. Dhe nga programet i bien ata, këta zotërit, zhdukin arbrit. Në programet e tyre s'ka arbër. Nuk ka, tu profesor Gjinushi flet për trashëgimi nga 4000 vjet përpara, këta zhdukin arbrit. Nuk dëgjojnë arbrit dhe thonë që këta janë teori primitive. Tash u shputemi çik, po unë mendoj që nuk mund ta njohim Shqipërinë vetëm nga gërmimet e mëdha arkeologjike, qofse nuk njohim gjithë mozaikun, ku është zhvilluar jeta, sidomos zonat e thella malore. Dhe Lubonja me trashëgim fillon që me bronzin, me epokën e bronzit, me tumat e mundshme, dhe profesor Skënder Aliu është i bindur që kemi tuma, edhe pastaj me kalan e hekurit të hershëm, që është kjo që do ta referojmë, edhe me kishën e shekullit 11, me afreskë si një afreskë i shekullit 11, po era do na thotë se si është e mundur që kemi një afreskë këtij kualiteti, se nuk është një punë katundi, është një punë kualitative. Dhe kështu që po kalojmë në vazhdim të referimeve me
web GIS Lubonja Turistike nga doktores Elva Leka, pastaj është Erland Alla, profesori edhe i shoqëron gjithmonë profesori asociuar Edmond Hoxha. Do shkojmë poshtë. Faleminderit profesor Neritan. Përshëndetje. Është kënaqësi për mua të ndodhem këtu në këtë konferencë e cila pasqyron të gjithë punën njëvjeçare të grupit të punës dhe të projektit tonë. Profesor Edmond, faleminderit që më bërët pjesë të këtij grupi pune për të marrë pikërisht me aspektin e WebGIS-it. Ajo çfarë do vlerësoja unë në ecurinë e projektit ka qenë pikërisht integrimi i 3 komponentëve kryesor, i ekspertëve të fushës, i stafit akademik dhe patjetër puna e palodhur e studentëve tanë. Kontributi im ka qenë tek WebGIS-i. Pse është e rëndësishme ndërtimi një aplikacioni WebGIS? Është shumë i rëndësishëm që gjithë ky kërkim që ne kemi bërë, gjithë kjo punë që është bërë gjatë këtij viti, mos ngelet e izoluar vetëm në kuadër ton të kërkuesve apo të institucioneve tona, por të jetë aksesueshme nga të gjithë. Dhe kur them nga të gjithë, për turistët, për banorët lokal, për të huajt që vinë, dhe sigurisht që kjo është një shtys për të ecur më tej gjëra dhe për promovuar turizmin. Profesor Skënderi përmendi inteligjencën artificiale, por unë do doja që ne ta vazhdonim projektin në punë të ardhshme me integrimin e inteligjencës artificiale për arkeologjinë. Janë shumë projekte europiane, kryesisht nëse keni dëgjuar të Cost, unë jam pjesë e njërës për tyre, e cila integron inteligjencën artificiale në turizëm dhe unë mendoj që do ishte e shoh këtë projekt thjesht si një start point, si një pikë fillestare për të vazhduar edhe në punë më të mëtejshme. Pjesë të WebGIS-it, unë patjetër kam integruar një student timin shumë të mirë të masterit shkencor, Erland Alla, i cili do paraqesë ndërtimin WebGIS të zonës arkeologjike turistike të Lubonjës, por sikur se thash, kjo nuk do ngjelet vetëm këtu, por ne do vazhdojmë me projektin e Lezhës dhe duke shtuar edhe komponentë të tjerë. Edhe një herë është kënaqësi e veçantë, ju falenderoj dhe shpresoj që ky bashkëpunim të vazhdojë më tej duke integruar edhe aspekte të reja të teknologjisë, duke e përqafuar inovacionin dhe duke e bërë Shqipërinë një lider në pjesën e përqafimit të inovacionit dhe të punës arkeologjike për më tej. Erland, unë do lë studentin tonë për të vazhduar prezantimin e faqes web, ju falenderoj dhe uroj punë bashkë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Erlandi, kam mbaruar studimin master shkencor pranë Fakultetit Gjeologji Minjero, jam diplomuar së fundmi. Për një vit e gjysmë jam pjesë e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor në sektorin e imazherisë satelitore, drejtoria e përpunimit të dhënave remote sensing. Në radhë parë doja të falenderoj zyshe Elvën e cila më ka bërë ftesën për të qenë pjesë e këtij projekti, si dhe profesor Mondin, i cili ka qenë gjithmonë suportues, bashkëpunues dhe motivues në lidhje me realizimin e faqes WebGIS. Nuk doja shumë që të zgjatesha, sepse u thanë të gjitha pak a shumë dhe qëllimi i faqes WebGIS ishte promovimi i gjithë kësaj pune, jo vetëm në kuadër shkencor, por gjithashtu të paraqesim dhe informacionin i cili do të promovonte Lubonjën si destinacion turistik. Në fletat që keni para, keni QR kodin, ku ju mund të aksesoni këtë faqe WebGIS. Unë do bëj një prezantim të shkurtër online të faqes web si dhe të 2 aplikacioneve. Duhet të theksoj se rëndësia e ndërtimit të aplikacioneve WebGIS nuk është vetëm shfaqja e gjithë punës, por gjithashtu për gjithë studentët në vijshmëri të kërkimeve të tyre ose në sajtet e detyrave që duhet të realizojnë në kuadër të diplomave, mund të eksportojnë, të marrin këto shejpale. Normalisht, informacioni që është konfidencial mund të bëhet me kërkesë nëpërmjet portalit, mund të jepet aksesueshmëri. S'po humbim më shumë kohë, ju falenderoj që isha pjesë e këtij projekti. Do shkoj pak te kompjuteri që do demonstroj dhe kjo ishte. Shumë faleminderit. Faqja WebGIS, është që shikoni në ekran. Nuk kemi të integruar edhe informacionin i cili përshkruan zonën, si kjo aplikacionet. Kjo paraqitja këtu është një
Faleminderit. Imagjinoni tani që në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës edhe me turizmit ne të kemi një 20 ose 30 webgise si këta, rreth Bylisit, Apollonisë, po themi Berati me zonën e tij, Skrapari edhe kështu me radhë. Kështu që ne jemi gati për bashkëpunim, ideja është e shkëlqyer edhe kryetari e ka fluturim, kështu që atëherë jeni ftuar për një kafe.